Nga deta. Fillojmë. Po. Po janë deputet e opozitës të komisariatit, po. 10 të shoqëruar, një nga cilit ishte i mitur dhe është goditur me grusht. Jam i sigurt një nga ato kalecat e Ergyes Agasit, të cilët janë të infiltruar në çdo cep të policisë shtetit. Sot praktikisht kemi një polici tërësisht të inkriminuar që arreston protestuesit, sepse po protestojnë kundrejt një qeverie që është kapur në flagrancë duke vjedhur dhe duke cënuar sigurinë e jetës së çdo qytetari shqiptar. Pasi Akshi si institucion është një segment në mbrojtje të sigurisë kombëtare dhe ju e pat fare mirë edhe nga vetë regjistrimet e Ergyes Agasit se si ai institucion ishte lënë në dorë të krimit të organizuar. Pra kemi një qeveri që merr peng me segmentet e policisë shtetit, biznesmenët, edhe vetë punojësit e administratës, dhe kur qytetarët qohen në protest kundër këtij krimi monstros të një shteti të kapur nga Suel Qela, troplinët e xhabaftët dhe gjithë kartelet e tjera të drogës të cilat sot kontrollojnë Shqipërinë, këta merren të arrestojnë qytetarët, madje nuk kursejnë as të miturit, që është një dhe patjetër ne do të bëjmë një kallëzim, nuk mundet të arrestohen të miturit thjesht këta të plotësojnë normën, dhe kjo ka një arsye pse bëhet, sepse kërkojnë të vendosin frikë qytetarëve shqiptar që mos të revoltohen ndaj këtyre. Po unë i garantoj këtë polici shteti, këtë rajon dhe çdo rajon tjetër, përfshi këtu dhe Edi Ramën që në protestën e ardhshme, nëse këta nuk zejnë mend që do të thotë që Edi Rama t'japi dorëheqjen, patjetër që aksioni jon do përshkallëzohet shumë fish, shumë herë se sa ishte sot dhe çdo herë tjetër. Pra në këtë kontekst, deputetët e Partisë Demokratike që janë sot këtu, janë në mbështetje të qytetarëve, kemi edhe avokatët të Partisë Demokratike të cilët do të kujdesen për këta protestues, por që të jemi të qartë, nuk kanë bërë absolutisht asgjë. Janë deputetë e opozitës të cilët kanë shkuar pranë komisariateve ku ka të arrestuar dhe të dhunuar sipas tyre nga policia. Falenderoj panelin. Ndjekim si përfundim videot e shisheve të verës të Akshit. Jo, ato tjerat në vazhdim. Ato janë pasorës të stekave. Ndjekim, ju falenderoj që imitojnë të ndërtet dhe ka shumë zhvillime. Natën e mirë.